Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit të botën, asnjëherë gjumë në anën e djathtë. Ky gabim mund t'ju kushtoj jetën. Gjumi i mjaftueshëm është i nevojshëm për të na bërë të ndjehemi mirë fizikisht dhe mendërisht. Për fat të keq nuk mjafton thjesht të bëjmë disa orë gjumë çdo natë. Ato duhet të jenë të mjaftueshme që rikuperimi të lidhet në trupin dhe në mendjen tonë. Mënyra se si flini mund të përcaktojë se si trupi juaj do të ndihet ditën tjetër. Mund të ndikojë në të dy nivelet e energjisë dhe gjërat që ndodhin brenda trupit tuaj. Por diçka është e sigurt, duhet të keni shumë kujdes kur zgjidhni mënyrën se si flini. Nëse deri mbrëm keni fjetur në anën e djathtë të trupit, pas këtij lajmi, me shumë mundësi do të ndryshoni pozicionin menjëherë. Nuk e themi ne, por në fakt e provon shkenca. Nëse her pas here vuani nga luhatit e energjisë gjatë ditës, ka shumë të ngjarë që ju të keni të bëni me mënyrën se si flini gjatë natës. Arsyeja mund të jetë kaq e thjeshtë. Të fjeturit në anën tuaj të djathtë. Këtu ju do të gjeni disa shpjegime nga hulumtuesit se përse mund të jetë një ide e mirë për të fjetur në anën tuaj të majtë. Rezultatet e studimit janë publikuar në revistën klinike gastroenterologjike të Suedisë. Përmirësimi i tretjes, të shtriheni në anën e majtë e bën më të lehtë që lëngu i stomakut tuaj të rrjedhë në ezofag. Nëse ju jeni të shtrirë në anën e majtë, tretja do të funksionojë më mirë. Nëse ndonjëherë keni pasur probleme me stomakun tuaj, është veçanërisht e rëndësishme që ju të zgjidhni anën e majtë mbi të djathtën, më i mirë për zemrën. Arteria më e madhe e trupit kthehet në të majtë, që do të thotë se ndihmon qarkullimin e gjakut nëse flem në anën tonë të majtë. Nga ana tjetër, në qoftë se flini në anën tuaj të djathtë, rezulton në qarkullim më të dobët të gjakut. Heqja e presionit të shpretkës. Shpretka gjendet gjithashtu në anën e majtë të trupit. Është ngarkuar me pastrimin e gjakut dhe me largimin e mbetjeve. Fjetja në anën e majtë në të vërtetë e lehtëson punën e saj dhe nuk e pengon atë. Më mirë për trupin tuaj në tërësi. Si rezultat, i stomaku dhe pankrahasi që gjendet në anën e majtë të trupit, i gjithë sistemi funksionon më mirë nëse ju shmangni gjumin në anën tuaj të djathtë. Gjithashtu, pasi dritat fiken dhe është koha për të mbyllur syt, ka të ngjarë të zini të njëjtin pozicion gjumi natë pas nate. Ju mund ta gjeni veten të shtrirë në shtëpi, në stomak, në anën e djathtë ose në anën e majtë. Pyetja që shpesh njerëzit bëjnë është nëse ka rëndësi pozicioni i gjumit gjatë natës, dhe përgjigjja është se ka disa faktorë të tjerë të cilët duhen të merren parasysh. Qëllimi duhet të jetë rehatia dhe gjumi i qetë dhe më pas pozicioni, thonë ekspertët. Por duhet të dini se nevoja për të fjetur në një pozicion të caktuar mund të ndryshojë me moshën, shqetësime të ndryshme shëndetësore dhe shtatzanin. Ne këtu do t'ju sjellim një këndvështrim rreth avantazheve dhe të metave të mundshme të pozicioneve të fjetjes gjatë natës. Gjumi në shpinë. Gjumi në shpinë është më i miri për shtyllën kurrizore dhe për kyçet. Ekspertët e konsiderojnë këtë si pozicionin më të mirë, sidomos në qoftë se bëhet fjalë për dhimbjen e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu që të shmangni edhe rrudhat të cilat krijohen nga kontakti me jastëkun. Megjithatë, ky pozicion nuk është i përshtatshëm për gjumë dhe për të gjithë. Për njerëzit të cilët e kanë tendencën që të gërhasin, ky nuk është pozicioni më i mirë, pasi mundet që të rrisë edhe më shumë mundësinë e gërhitjes. E njëjta gjë vlen edhe për ata të cilët kanë apnea obstruktive të gjumit, e cila shkakton ndërprerje të përsëritur të frymëmarrjes gjatë gjumit dhe mundet të shkaktojë edhe komplikacione të tjera dhe më të rënda. Gjumi në shpinë gjithashtu mundet që të shkaktojë simptoma të sëmundjes së refluksit gastroezofageal. Në qoftë se ju flini në shpinë, por keni refluks acidi, provoni të ngrini shtratin tuaj. Gjumi në anë.
Sipas ekspertëve, për njerëzit të cilët priren që të gërhasin ose ata me apnea të gjumit, gjumi në anë është alternativa edhe më e mirë. Ky sepse pozicioni nuk pengon ose ushtron ndonjë presion mbi organet tuaja. Për të njëjtën arsye të fjeturit në anë është pozicioni ideal gjatë shtatzanisë dhe ndihmon gjithashtu edhe për të mbajtur rrugët e frymëmarrjes më të lira. Megjithatë, të fjeturit në anë mundet të ushtrojë presion mbi shpatullat dhe hijet tuaja duke shkaktuar kështu dhimbje. Dhe me kalimin e kohës, gjumi në anë mundet të shkaktojë vija të holla në lëkurë, të cilat më pas do të shndërrohen në rrudha. Gjumi në stomak. Ky është një pozicion tjetër i cili nuk është ideal nëse ju po kërkoni që të shmangni rrudhat, plus që ju mund ta poziciononi qafën në një qëndrim jo komod dhe të ndjeni më pas edhe dhimbje. Vendosja e jastëkëve mund gjithashtu të ndihmojë me këto probleme. Megjithatë, ky pozicion mund që të zvogëlojë gërrithjen dhe simptomat e apnesë së gjumit. Gjumi mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm për ne, trupin ton dhe sistemin ton imunitar, por ne lehtë mund të anashkalojmë pozicionin në të cilën jemi duke fjetur. Megjithatë, në fakt, pozicioni juaj i gjumit luan një rol tepër të madh në cilësinë tuaj të gjumit. Edhe nëse po zgjoheni të lodhur, të lënduar ose me dhimbje, mund të jetë koha që të ndërroni dhe gjithashtu të zgjidhni një tjetër pozicion. Pozicioni i mbledhur. Ky pozicion është më i popularizuari edhe për arsye të mirë. Nuk është vetëm komod, por ndihmon edhe në dhimbjet e shpinës, është i shkëlqyeshëm edhe në qoftë se jeni shtatzën dhe redukton gërrithjen. Megjithatë, ju duhet të siguroheni që qëndrimi të jetë i lirshëm ose përndryshe do të rrezikoni të ndiheni të mpirë në mëngjes. Drejt. Gjumi në pozicionin drejt është një pozicion shumë i mirë për ju, pasi mundet që të reduktojë gërrithjen, të ndihmojë urthin dhe gjithashtu të jetë i shkëlqyer edhe për tretjen tuaj. Megjithatë, ka disa dobësi të këtij pozicioni që duhet të keni parasysh. Mundet të shkaktojë pak ngurtësi në shpatullat tuaja dhe shtrëngim të nofullës në anën ku jeni duke fjetur. Nëse jeni në gjumë anash, duhet të zgjidhni të flini në anën e majtë, pasi gjumi në anën tuaj të djathtë mund të rrisë urthin dhe refluksin e acidit. Nëse vuani nga dhimbjet e shpinës, pozicioni përfaqësues i jastëkut mund të jetë zgjidhja më e mirë për ju. Vendosja e një jastëku midis këmbëve do të drejtojë më mirë hijet duke reduktuar kështu dhimbjen në pjesën e poshtme të shpinës. Me shpinë. Gjumi me shpinë ofron përfitime të shumta shëndetësore, pasi mbron shtyllën kurrizore dhe mundet që të lehtësojë edhe dhimbjet e hijeve dhe të gjurit. Ai e mban trupin tuaj në një shtrirje të barabartë, gjë e cila redukton presionin e panevojshëm në shpinë dhe në nyje. Sigurisht ka disa dobësi të mundshme për këtë pozicion. Mund të jetë i vështirë për ata që gërrhin dhe mund të jetë gjithashtu i pakëndshëm për njerëzit me dhimbje shpine, prandaj është e rëndësishme të keni një mbështetje të mirë. Me bark. Gjumi me bark nuk është as pak një pozicion i dobishëm. Ndërsa mund të zvogëlojë gërrithjen dhe të ndihmojë njerëzit me apnea të gjumit, ai gjithashtu mundet të shkaktojë dhimbje në shpinë dhe qafë. Mundet të shkaktojë gjithashtu stres në nyje duke ju bërë të zgjoheni të lënduar dhe të lodhur. Nëse dëshironi të lehtësoni dhimbjen e shpinës, mund të provoni të vendosni një jastëk poshtë barkut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.